Mbroma dhe mirë se erdhët në emisionin e fundit për vitin 2025 i pavarur. Ndodhemi siç kemi 20, 21, 22, 23, 24, 26 vjet pinc në zyrën e kryeministit të Shqipërisë, zotit Edi Rama. Shikoni pak Cristiano, se me Cristiano Xhanari në bëj këtë emision. Që nga data, që nga janari 2020-s, shikoni pak. Jam me dorën e kryeministit të Shqipërisë, zotit Edi Rama. Kështu e ka bërë dhe Shqipërinë. Copa, ngjyra, pulla, duke i dhënë fytyrën e vet. Ndodhemi në zyrën e kryeministit të Shqipërisë, zotit Edi Rama, e theksoj edhe unë edhe Cristiano, sot jemi të larë. Do thoni ju, pse kur nuk keni qenë të larë? Sa herë s'kemi patur ujë, nuk kemi qenë të larë. Sot ne e theksojmë që jemi të dy të larë, për shkak se në Vlorë u bë dita e 4 që janë të pa larë. Madje edhe Byçën nuk e kanë larë një pjesë e madhe, kanë blerë letra higjienike. Ju kujtohet në pandemi që blinin topa të mëdha letra amerikanët, duke menduar këtë ditë të zezë, që mos kishin ujë. Si do t'i qelbej Byça? Dhe organet e tjera përkatëse rreth tyre. E në Vlorë ka shkuar mbushin ujdeti për të larë Byçën, ujdeti për të larë banjon, për të hequr kakën, për të pirë pastaj ka dyqani. Ujëzjelësi i Vlorës, ujë nga autobotët nuk është i pishëm. Atjere, në qoftë se deri sot ka qenë i pishëm ujë i autobotëve, ujë që ka ardhur në rubinet, dhe i autobotëve është i papishëm, do thotë që autobotët janë të qelpur. Që autobotë po përdorin për të çuar ujë qytetarëve të Vlorës. Mbetet pikpyetje. Po unë nuk dua ta shkëpuz vëmendjen. Nuk dua ta shkëpuz vëmendjen nga kjo histori që është një histori korrupsioni. Në mënyrë kritë cinike them, e meritojnë vlonjatët. E meritojnë mirë fare, ëmbël fare. Po ëmbël e meritojnë, po aq ëmbël e meritojnë, dhe aq më bëhet qefi që jo 4 ditë, po 4 javë, ka mundësi të rinë pa ujë, të shkojnë të lajë në Fier, për shembull, apo të lajë ku duhen të dalin në Otranto dhe të lajën me ata ndetit. E kanë hak. Do thoni ju, po mirë, pse sa liqënin dhe votojnë vlonjatët të... Po jo, po të votojnë këtë dojnë, të mos votojnë qënat që i lejnë pa ujë, ose të votojnë qënat që i bëjnë posa qajnë trapin, të rinë ashtu kron, s'ka problem, ne kemi zgjidhur këtu në Tiranë, ne jemi shumë rehat. Pse do thoni ju? Pse lidh me Edi Ramën? Zakonisht Edi Rama lidhi fajin e Kasaliu, çdo gjë që ndodhte këtu në kohën e Berishës do të fajin e Kasaliu. Dhe ju do thoni që edhe ky këtu për mua e ka si puna atij për Ramën, që thot fajin e ka Rama për gjithçka. Jo. Kjo këtu është një histori korrupsioni. Ma nxjerr çik tjetër këtu sepse më shkriu edhe kryetaria e re e bashkisë së Vlorës, Cristiano, një zonjë nderuar mjeke, e cila thot, pra bruna e Vlorës është pavarësisht se është bjonde, në domethënë flok të lyer, sqaron vlonjatët. Ndërprerja ujit është fatkeqësi natyrore, jo përgjegjësi institucionale. Jo. Tani, apo ta shohim një, të lutem hape një kështu të madhe fare, shtrije brunën, ja. Bruna e Vlorës sqaron vlonjatët, ndërprerja ujit është fatkeqësi natyrore, jo përgjegjësi institucionale. Në fakt, në një vend tjetër, ndoshta dhe kaq demokratik sa ne, por në një vend perëndimor, në mos kishte ikur me vrap, do ta kishin hequr me vrap. Që ti thuash defekti të ujësjellësit, fatkeqësi natyrore, nuk ka rënë në Vlorë me sa dim as tërmet, as vulkan, as ka patur në një aluvion, a në një shëmbjedheu. Ka ndodhur që është kputur për shkak të korrupsionit tubi. Më rini këtu, kemi parasysh një balluku që po hetohet tani, po që sa të bëhen ca procedura nëpër Shqipëri. Nuk dënohet ajo për momentin. Edhe këtu, tek e lara e vlonjatëve, është ajo. Sepse është Edi Rama. Sepse i nderuari Edi Rama një ditë caktuar vendosi që tha do të krijojë entin rregullator të ujit, do të krijojë ku diun se ç'ishte një gjë e madhe, pra do ta merrte qeveria ujësjellsin. Ta merrte qeveria se bashkitë kishin bërë namin me ujësjellsin, atë do ta këtë me nder të madh do ta bënte kombëtar Edi Rama dhe e mori qeveria balluku. U bën tendera. U bë tender dhe e mori një firmë e cila besoj të japë llogarinë SPAK. Ka marrë ca tuba shumë të mirë. Tubat janë të mrekullueshëm. 13 metra. 13 metra tub që duhen lidhur. Tubi është i shkëlqyer. Lidhja është problemi. Dhe aty tek lidhja ka plasur. Tani problemi është këtu.
Në qoftë se janë 2 kilometra e gjysmë, diçka më shumë, ujësjellës. Dhe në çdo 13 metra keni çarje, kush ka lapse letër bëj llogarit. Do të ngjitet këtu, po më poshtë çfarë do të ndodh. Ermal Dreva, ai që i liroi, aty Ermal Dreva, ai që i liroi vendin kësaj zonje, ka ikur nga detyra pikërisht se nuk e mori në dorëzim këtë kakën e madhe që kishte bërë tenderi i ujësjellësit. Nuk e mori në dorëzim. As kjo, dhe tani është treguar e zgjuar, nuk e ka marrë në dorëzim. Pse se ka marrë në dorëzim? Sepse shkon direkt në burg, po ta marrin në dorëzim atë kakë të madhe që është bërë me tubacionin e ujësjellësit. Dhe sqaron Lornjatët, jo përgjegjësi institucionale, dhe nuk ishte tamam kështu, po thoshte, nuk është koha tani të merrë përgjegjësinë. Ta rregullojmë mirë. Tani është koha të merresh me përgjegjësi. Tani kush e bëri tenderin? Pse edhe në asaj firme e cila nuk ka një eksperiencë ndërkombëtare për atë lloj sistemi? Në qoftë se do të ribëhet janë para të tjera të cilat kush do t'i paguaj, përgjegjësia institucionale. Pra, vëllezër të dashur, keni votuar me duar tuaja korrupsionin dhe në rastin konkret jeni edhe breg detit, po ka të bëjë me ujin, po e bëre shurrën në det të populli, kripa ta sjell në gjell. Po votove të korruptuarit, do ngelesh pa ujë. Edhe shkosh të marrësh kripën, shurrën në det, e të lash me ndër mutin që ke bërë në banjën tënde, se nuk ka zgjidhje tjetër për momentin. Do t'ja ungjisin ndoshta tupin sonte a nesër, po do të plasin mot, do të thotë javën tjetër. Mbani mend se këtu do t'jemi. Keni votuar korrupsionin, ja ku po e pagoni, pa ju quajnë fatkeqësi natyrore. Dhe na shumë i lumtur. Po e bot në det, do ta hanin në gjell, do ta hanin në gjell, domethënë. Tani me që jemi në këtë frymën e protestave. Më nxjerr çik protestën e të madhit Tik Lapaj, i cili se ka një del këthe nga kjo zonë, e ujt pa ujë. Shqipëria bëhet protest para kryeministrisë. Lapaj, Balluku dhe rezultatet e tjerë kanë abuzuar dhe parat publike masivisht të dalin në shesh. Dhe deri këtu, natyrisht unë do t'isha me 2 duart, madje dhe 2 këmbët dhe jo vetëm, për Tikut. Do thonë, po ti se që ke një gjë me këtë? S'kam absolutisht asnjë gjë. Madje edhe që ka qenë avokati Sorosit, fare nuk e kam un problem. Unë kam një problem shumë të madh për të gjithë që thonë abuzuar me parat, hajdut. Pra çfarë bëjnë këta me këto protesta? Si fillim mirë, Tiku do t'i kishte marrë këto kariket dhe do t'i kishte shkuar të uleshe në Vlorë. Sot, tani. Tiku do të ishte në Vlorë, jo para kryeministrisë. Me që është person i cili këto format protestash ka. Ka shkuar, ka mbledhur goma makine në rrugë, ka shkuar ku diun ka bërë lloj gjërash dhe këtë duhet bënte Tiku sot. Nuk ka bërë puna ti. Në qoftë se themi zyrtarë të tjerë kanë abuzuar me parat, do të thotë që ne kemi një sistem shumë të mirë, kemi demokraci, kemi ekonomi tregu, mirë po tek këtu del ndonjë hajdut. Ne e rregullojmë sistemin. Pra e që një hajdut dhe vim ne. Kuptohet, jo si hajdut dhe vim që... Shiko, mendoni, kur themi sistem, një sistem ja keni të gjithë drita për momentin. Digjet një poç. Ti ndron poçin për brenda sistemit. Pra një 220 volt do vësh. Po e vore tjetër, ose do ndizet, o do digjet. Kjo është, në qoftë se ti do të bësh një investim tjetër, pra do të bësh makineri për të prodhuar patatina, të marrësh trefazor për të ndryshosh sistemin. Këta thonë sistemi është i mirë, duhet ndryshojnë vetëm poçat. Jo, sistemi është i keq. Mafia, droga ka diktuar sistemin. Ato pallatet që shikoni bosh janë produkt. Ato janë sistemi. Ata kanë vënë politikanët. Ata kanë bërzier politikën me krimin dhe me korrupsionin, duke krijuar një korrupsion absolut në Shqipëri. Pra duhet të ndrojmë sistemin, siç u përpoqëm të bëjmë në vitin 90 dhe na e futën, na thanë ndrojë sistemin, në fakt nuk ndroi. Erdhi një sistem pak a shumë i njëjtë, por në formë tjetër. E Tiku thotë të heqim ata që kanë abuzuar. Jo, të kthejmë lirinë, demokracinë dhe Shqipërisë si gjithë Europa. Ky është sistemi. Pra, këta që na kanë dhënë sistemin, aty ku ndodhet Tiku, të na kthej sistemin
dhe neve të jemi në sistemin tonë. Kjo është dhe këtë kam unë me protestat. Pa i vënë emrin këta, pa i vënë emrin që ata janë pushtus, ata janë të korruptuar dhe kriminal, që kanë uzurpuar lirinë dhe demokracinë e shqiptarëve, nuk ka zgjidhje. Nuk jemi që të ndrojmë hajdutët. I që se kam folur 100.000 herë për këtë, dhe se është tiku prototipi. Kemi udhëheqësin e madh. Berisha, nuk jemi në kushtet e një pluralizmi normal, thot. Duhet të ridimensionohemi. Pra, edhe gjua e mjeshtrit nuk ndryshon hiç nga etikut. Dhe as më shumë, as më pak i bën shërbim Edi Kristaq Ramës. Sepse thot, nuk kemi në kushtet e një pluralizmi normal. Do thot, jemi në kushtet e një pluralizmi, po ka anomali. Nuk jemi në kushte pluralizmi. Shqipëria është një sistem monist. Ka një parti shtet. Ka një parti që sipas këtij burrit tu, thot që i vjedh votat. Dhe nëse vjedh votat, nuk ka votim, nuk ka pluralizëm. Mbaroi, fjala pluralizëm hiqet. Nuk ka institucione të pavarur, nuk ka pushtet vendor të pavarur, nuk ka drejtësi të pavarur. Në këto kushte, nëse themi jemi në kushtet e një pluralizmi, nuk jemi në kushtet e një pluralizmi normal, do thotë që jemi në kushtet e një pluralizmi, por duhet normalizuar. Si normalizohet logjika? Ti i Edi Rama e të vi doktori. Kështu thonë, ja? E më mirë? Ecim pak. Shikoni kushtet e një pluralizmi normal. Kosova voton për herë të 4 brenda vitit. KQZ është gati. Kosova është gjysma e kombit, pak a shumë, është gjysma e vetvetes, se ashtu si Shqipërinë kanë sakatuar dhe i kanë dëbuar, i kanë çuar në kurbet shqiptarët e Kosovës, ka bërë 4 herë zgjedhje. Pse? Sepse beson në sistem. Sepse përmes votës, 4 herë në një vit, do që të zgjidh hallet dhe problemet e veta. Ne kemi bërë një herë në 16 vjet votim. Ne kemi bërë një në vitin 2013, pastaj bërë 17 me marrëveshje shtrëngoi duart Luli me Edi Ramën, pastaj u bën 21 votimet, Luli tha fituam, tha, pastaj ne vodhi Rama, pastaj u bën votimet si vjet, doli Berisha tha ne vodhi Rama, por ne s'kemi bërë votime. Kjo është ideja. Ne nuk kemi pluralizëm, pastaj normal, anormal, i mirë, i keq, sa larg është kjo. Cristiano mandro argumentin Cristiano. Soft news. Cili shtet mban zgjedhjet vendore pas 3.57 vitesh? Dhe i bie që ne po të mos ishin këta Bangladeshasit, të paktën nga veshja i paragjykoj, që mund të jenë Bangladeshas, të cilët kanë ardhur dhe punojnë në Shqipëri. Sepse në 2019 në shok, ne sym fare në zgjedhje Partia Demokratike. I mori pushtetin vendor, të gjithin Edi Rama, dhe ram-bam shkon në e pjesë. Ram-bam, dhe ne pas 57 vjetësh, 157 vjetësh, soft news, ne do të jemi besoj. Cili shtet? Mo Cristiano, tash më nxjerr çik doktorin. Nga Washingtoni bien sirenat e alarmit për korrupsion e qeverisë. Berisha. Pra, nga Washingtoni, nga Amerika, bien sirenat e alarmit për qeverinë, të korrupsionit. Lajmi është i vërtet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, institucionet amerikane, kanë futur thepshqekës korrupsionin në Ballkan, ku bën pjesë edhe Shqipëria. Dhe ku është kampione në korrupsion Shqipëria faktikisht. Unë ke vendet më të korruptuara të botës, ku korrupsioni është sistem i përzier me mafjen. Bukur. Do thoni po ç'ke? Më bezdis ky emri, Berisha. Berisha ka kaq kohë që thot Ramën do ta jeri Amerika. Edhe Rama tallën zgjedhje, thoshte Latifi për atë Lacivitas.
të cilin thoshte Berisha është i dërguar i Trumpit tek ne. Pra, Berisha nuk mendon që ne mund të arrëzojmë korupcionin, do të arrëzojë Amerika. Po deri këtu edhe unë ashtu e besoj faktikisht. Po unë kam të drejta besoj që të na hedhë Amerika, se nuk besoj tek Berisha. Po Berisha ku nuk beson që thot këmbanat e alarmit nga Amerika. Po unë pse s'besoj, do thonë, ti do thonë ju, ti pse s'beson? Për një motiv të thjesht. Kristiano, majmë çik argumentin, pse nuk besoj unë që do të jetë Berisha ai që do të arrëzojë, dhe pse është Berisha që pret të vinë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në fund fare kur të vinë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pse nuk do të jetë Berisha? Deutsche Welle, Sali Berisha dhe familja e tij shpallen non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Akte korrupsioni që minojnë demokracinë. Pra, Departamenti Amerikan i Shteti Amerikan, e ka shpallur non grata Sali Berishën dhe familjen për akte korrupsioni që minojnë demokracinë. U përhap në popull si Hariqi që tani që vjen Trumpi, iqet non grata. Erdhi Trumpi për 20 e ca ditë bën një vit në pushtet. 4 e ka mandatin e presidentit. Pra, çereku i mandatit të Trumpit kaloi. Sali Berishës jo vetëm si hoq kjo non grata, por mendohet tani që do të shtrihet edhe më gjerë non grata në Shqipëri. Pra do të thotë, një person non grata familjarisht pretendon që Shtetet Bashkuara të Amerikës po i bien këmbanat për Edi Ramën. Por jo për të kthyer Sali Berisha në pushtet. Dhe ajo që është e frikshme tek një pjesë besimtarësh, besimtar janë, si ata që qorazi shkojnë bas një sekti, thonë do të sjellë Amerika Berishën. Non grata vlla. Non grata do të thotë që pa pëlqyer, ky nuk mund të shkelë në Amerikë. Jo më t'i besohet që të drejtoj revolucionin e madh për kthimin e demokracisë në Shqipëri. Ora doktorit ka ngjecur shumë kohë përpara, që kur është shpallur non grata, natyrisht i ka ardhur sahati Edi Ramës. Por Berish nuk ka më. Dhe Berisha tha, ne zum sheshin, tha, kur doli atje tek kryeministria, ka zënë sheshin se mendon që nuk do t'i lërë të tjerët, do ta zë radhën ky. Kam përshtypjen që do ikin paket të dy. Qofsha i gabuar, po kam përshtypjen që nuk vjen Berisha, harroni. Që nuk vjen Partia Demokratike me Berishën, nuk vjen se Berisha nuk ka krijuar as forum, as sistem, as një gjë në Partia Demokratike. Të marr pak furim të pi një piku i Kristiano me lejen tënde, edhe të kthehemi.